me 9 prill në ora 10:45 shpall solemnisht shpall Kushtetutën e Republikës Kosovës. Në përvjetorin e 18 të miratimit të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, qytetarët duket sikur janë skeptik në faktin nëse ajo po respektohet si duhet pikërisht nga ata që thirrën në emër të saj. Një qytetar që Kipyn ka takuar sot, duke dhënë opinionin e tij për respektimin e këtij dokumenti, është shprehur se ajo nuk po respektohet dhe po lihet pastaj hapësirë për interpretim ndryshe nga të tjerët. Fatkeqësisht nuk gjejmë asnjë kthes të ligjshmërive të shtetit në të cilin përjetarët e politikës e respektojnë. Unë mendoj që as pak nuk respektojnë. Mandena edhe masa tjetër e shet fortin, ligjin e të fortit, edhe a gjen mekanizme që edhe ai prezantohet me një farformë që nuk do të më respektu. Po kjo është tërësisht e dukshme. Andena është edhe dëshpëruese. Ndërsa një tjetër shprehet se ka raste ku respektohet nga politikbërja, por jo gjithmonë është në nivelin e kënaqshëm. Ka që e respektojnë, ka që e respektojnë. Shpjapi me emna, me emnu, po ka disa që e thirrin e nuk e respektojnë Kushtetutën. Kushtetuta është ajo që mbron shtetin dhe njëherët është që e balancon. Tash një shtet që se ka Kushtetutën e nuk është. Edhe jam shumë i gëzuar që jemi si shtet më i ri në kasi, e kemi Kushtetutën tonë, që mburrë me to, kemi Kushtetutë evropiane, Kushtetutë që na kanë lakmi nga shtetet shi. Kushtetuta është akti më i lartë juridik që garanton të drejta dhe liri themelore të gjithë qytetarët e vendit. Në Kosovë, mosmarrveshjet politike përfundojnë shpesh në gjykatën kushtetuese. Pasi dokumenti më i lartë juridik i vendit i miratuar më 9 prill të vitit 2008, sot nuk interpretohet të njëjtë nga të gjithë akterët. Ndonë se ky dokument synon të përcaktojë rregullat e lojës politike në Kosovë, loja shpesh është ndalur për t'u sqaruar tutje në gjykatën kushtetuese.